dashur qytetar, unë sapo votova, sepse sot është një ditë historike për të gjithë ju dhe për Shqipërinë tonë. Me respekt të interesimit të mediave që kishin kërkuar të ishin të pranishme në procesin e votimit të presidentit Partisë Lirisë, isha dakordzuar prej 2 ditësh me administratën këtu, pas kërkesës së tyre, që të votoja sot pikërisht në orën 10:00, siç ishin lajmëruar edhe mediat. Por sapo patronazhistët njoftuan se u ndola i veshur kuqezi nga qelia e narkoregjimit, gazetarët nuk u lejuan të hynin në qendrën e votimit. Kreu i organizatës smerrohet nga ngjyrat kuqezi në përgjithësi, por në veçanti nga ngjyrat kuqezi të Ilir Metës, se ato i kujtojnë atij, por mbi gjitha, gjithë shqiptarëve patriot, mbi mbrojtjet kushtetutës, se ato u kujtojnë të gjithë shqiptarëve patriot në Shqipëri dhe anë mban botës, mbrojtjen e kufive të Kosovës nga presidenti Ilir Meta. Ai ka tmerr edhe nga pamjet live të Ilir Metës, sepse ka tmerr nga vota e lirë dhe liria e shqiptarëve. Ndaj, sot, në këtë ndeshje historike, midis status quo-s dhe ndryshimit, i ftoj të gjithë shqiptarët, patriot dhe kuqezin, të votojnë dhe vetëm të votojnë. Ndryshon vetëm ai popull që lufton dhe voton. Dhe ne jemi popull shqiponjash, e sot është koha për ta dëshmuar sikur më parë.